Unë dua që ti të mos bësh. Ta largojmë thotë Edi Ramën. Ti të mos bësh. Tani a kupton ku ka arritur puna? PS-ja tani po hiqet sikur ka merakun ton. Dhe na tregon se si duhet të rrezohet Rama. Këta që janë të Ramës. Dua që ti të mos bësh aleancë. Edi Rama po na tregon se si rrezojmë Ramën. Fluide me pjesën e korruptuar të Partisë Socialiste. Kush është pjesa e korruptuar e PS-s? Siç bët me Metën. Rama është në pushtet Partia Socialiste dhe rëzuat programin e përgjithshëm. E ka bërë Sali Berisha. Po pra, Rama është pjesa e korruptuar. Rama është pjesa e korruptuar. Dhe ju jeni e njëjta opozitë. Jeni opozita që bashkë me Ilir Metën votuar për të shkarkuar programin e përgjithshëm. Dakor, shumë mirë po. Tani ngjok. Rama është pjesa e korruptuar e PS-s. Vetëm mos ja rromë zotëri. Rama është pjesa e korruptuar e PS-s apo jo? Rama është pjesa e korruptuar e PS-s apo jo? Ju vazhdoni. Zotëri i nderuar, të ludhem me shumë respekt për ju dhe eksperiencën tuaj. Sa po thatë, ju bëni aleanca thatë me pjesën korruptive të PS-s. Cila është pjesa korruptive e PS-s? Rama. Pjesa e korruptuar e Partisë Demokratike është Sali Berisha. Ore, Rama është apo jo? Pjesa e korruptuar e Partisë Demokratike është Sali Berisha. Po dhe dakord, ne jemi të korruptuar gjithë. Tani ju ftoni mu. Ju thatë që ju po bëni koalicion me pjesën e korruptuar të PS-s. Do më thoni ju, më thuaj ti kush është pjesa korruptuar e PS-s? Ore, kush është pjesa korruptuar e PS-s, zotëri? Jeni shërbëtor të oligarkëve. Po, dakord. Tani, kush është pjesa korruptuar e PS-s? Ore, kush është pjesa korruptuar e PS-s? Te që ne bëjmë aleancë me ata. Kush është pjesa korruptuar e PS-s? Edi Rama është. E ke në SPAK. Edi Rama është SPAK. Edi Rama është SPAK. Po kemi çuar në SPAK me Edi Ramën. Edi Ramën do më thonë ju jeni dakord, okay. Atëherë tërhiqem. Ju keni të drejtë. Ore, ju keni të drejtë, më fal. Atëherë tërhiqem. SPAK-u është SPAK. Keni drejtë. Atëherë unë tërhiqem. Ju jeni një nga ata deputet. SPAK-u dhe GKK-ja që Edi Rama ka filluar çështjet penale për persona të caktuar. Po. Dhe shumë mirë ka bërë dhe unë e inkurajoj. Po persona Belindën e mbrojti Rama. Rama i dha urdhër. A mbrojti Rama Belindën? A mbrojti Rama Belindën me karton? Rama e mbrojti Belindën. Zoti Koçi në këtë çështje ka patur që Rama e mbrojti fakt, pjesa e korruptuar është në SPAK. Shumë të forta. Edi Rama mbrojti Belinda Ballukun që është në SPAK, zotri. Kush është pjesa e korruptuar? Pjesa e korruptuar është Edi Rama. Po thuaj apo se nuk thot gjë njëri thuaj. Penale, është në ndjekje penale. Po. Dhe e mbrojti Edi Rama që mos ta kapi drejtësia. E mbrojti Edi Rama me kartona dhe me urdhër i tha do ju sakatoj, po dolët kundra. Ishit ju të mbledhja kur ju tha do ju sakatoj? Edhe një herë nuk jam unë. Nëse mos keni frikë që mos ju sakatojnë. Prandaj nuk e thoni që është Rama. Mua më ka sakatuar vetëm një person që quhet Sali Berisha. Po, Rama po ju sakaton, tha unë do ju sakatoj po dolët ti në Libos. Ja kush në firmë në bandat mafiozat gjithë ju keni pas gjithë jetën i keni edhe sot nuk ndani dot nga krim keni lind keni parti që keni lind për të vrarë. Keni vrarë 45 vjet. Erdhët në të shtatën prapë me vrasje me Zan Çaushe kriminal, sot lëvizni me trokline me xhabaft, ju dhe krimi jeni një. Tani problemi që keni ju është kjo. Problemi që gjithë bandat që kishte fjerë. Problemi që keni ju është kjo. Unë dua sot që zyrtarisht për herë të parë në televizion publik, zyrtarisht për herë të parë në televizion publik, zyrtarisht për herë të parë në televizion publik është faktuar që kërcënimi i Edi Ramës funksionoi. Më dolët kundër do ju sakatoj. Tha zotria që pjesa korruptuar e PS-s, tha jo, po Rama s'di që tha. Rama s'di kumblla, molla, dardha, çai thot ai pas krave. S'di gjë as për Akshin, as për Ballukun, pavarësisht se Ballukun e mbron me kartona, pavarësisht se për Mirlinda Kaçana i thot që ajo është zonjë nderuar, thotë ka punu shumë mirë, mos e prekni, mos e bëni, dhe ajo rrin arrest shtëpie kurse për protestuesit kërkojnë arrest me burg. Njëjtët prokuror janë ata. Për protestuesit që dalin kundër krimeve, kundër korrupsionit, kërkojnë arrest me burg, kurse për Mirlinda Kaçana në arrest shtëpie. Dhe këtë zotëria thot, nuk di që Rama thot, ja bën pas shtëpinë, s'di që Rama as për taksat. Ta pjesa korruptuar tha, nuk është Rama. Nuk është Rama pjesa korruptuar. Ti ngatron një protestues që qëllon me molotov paqësor. Ju keni qelluar me armë dhe jeni aty, ju keni vjedh gjithë Shqipërinë. As një polis nuk e ke të dënuar, ma nxirr një polis dënuar. Një polis të dëmtuar ma gjej po ma dhe unë jap dorëheqjen sot nga mandati i deputetit. Një polis të dëmtuar se gjen. Na duan më shumë ne policë se sa ju duan ju. Thuj deputetëve tuaj të votojnë projekt ligjin tim që ja jep paratë drogës
mos ja jep efektive të policisë. Pavarësisht si e ka emrin, është socialist, është demokrat, është ballist apo komunist, çfarë do duash ti. Gjithë aty i ke. Thuj kolegëve tuaj të votojnë projekt ligjin që kanë thellur për efektive të policisë. Sali Berisha. E ke quajtur të burgosur politik. Ju e keni quajtur të burgosur politik. Ashtu ka qenë. Se kur ka qenë Sali Berisha në pushtet, ne arrestonim Aldobaren, arrestonim Lul Berishën, ju e morët e futët në punë bashki. Kjo partie ne ju ke qenë deputeti atëherë. Ne kur jeshim pushtet, i fusnim kriminalet në burg zotëri. Kurse ti i more i futën në parlament, i futën në administrat, i bëre biznesmen. Ti i more njerëz të dënuar me burgim përjetshëm, i nxorre nga burgu, i ke futur në punë. Po, partia jote. Ti po flet për ata, ti po i pron ata. Kjo është diferenca midis nesh. Ne flasim që tulim taksat, ne flasim që të rrisim rrogat, ose ju flisni që ngrini kurrë. Vazhdoni me punën zotëri. Dhe më thuaj që sa po deklarove që Sali Berisha ka qenë i persekutuar politik. Po atë ke thënë ti. Unë nuk po them që Balluku është i persekutuar politike. Kush? Ti thua është hajdutet, ç'ti thua? Kemi dallim me të dy. Ka vjedhur, si që rrugët e asaj, rrugët që ka bërë Sali Berisha, bjeshi nuk i ndodh gjë. Rrugët që keni bërë ju me 4 fishin e çmimit, me 2 pika shi rrëzohen. Rrezikoni jetën e qytetarëve për të mbushur xhepat tuaja. Dhe dilni në emision pastaj dhe ju mbroni. Unë kam plot, sepse e di që nuk po vazhdon ta ndjek penalisht Berisha. O zotëri, rrugën Qumës Qaflloç e keni inauguruar para 4 muaj dhe e shkatruat. As për Gërdecin familjen Berisha. O zotëri, 250 milion euro. 250 milion euro. O zotëri, ke marrë 250 milion euro. Dhe gjykatës dhe prokuror dhe shpall Berishën pa faqe. Vazhdo mbroje. Ke marrë 250 milion euro të rruga Qumës Qaflloç. Unë do e jap dorëheqjen sot e jap dorëheqjen nga mandati. Po sot e jap dorëheqjen nga mandati, vetëm po ma shpjegove. Rrugët e atij që ti i quan që është i korruptuar. Rrugët e atij që ti i quan i korruptuar, bieshi nuk i gjen gjë pas gjithë këtyre viteve. Rrugët tuaja para 6 muajve inauguruan Qumës Qaflloç. Asnjë rrugë. Ma thuaj, cilën rrugë? Nga mos e di shkëndon fjerë, se ti ke dhe qenë rruga Tiranë-Durrës është më skandal. Më skandal. E keni bërë ju atë. Ajo është bërë autostrada që kontuj. Po, për ka qenë me juaj. Po, ka qenë me ju. Nga që ishte me ne, bëj ashtu si që bëri. Po, bëri Partia Socialiste. Partia Demokratike, qeverisja, kur ka qenë dhe Ilir Meta, nuk e ke asnjë rrugë të ndërtuar. Kurse rrugën tuaj Qumës Qaflloç 250 milion euro i vodhët shqiptarëve ju ura me 2 pika shi. Rrugën Korçersek rrezikua jetën e gjithë qytetarëve. Cilën ku ke problemin Tiranë Elbasan? Kush e bëri? Ne e bëm. Dhe s'ke as problem me Tiranë Elbasan, autostradën. Do e 3 ditë vije. Në krap. Ja ku i ke këtu rrugën. Në krap. E ke, m'fal, rrugën Korçersek rrezikut jetën e njerëzve për 4 muaj ran 2 pika shiu. Ju radhëm atan tunelit, të radhëm atan tunelit, 10 milion euro kilometri. Të radhëm atan tunelit, dhe rregulloi Damiani që bëri tunelin panoramik. Damiani. Atë që ra atje. O zotëri, a di që qenë Elbasan e ditë apo jo? O zotëri, a di që t'janë shembull rrugët që ke bërë ka 250 milion euro apo jo? A di çfarë mashtrimi është po bën ti? A di çfarë mashtrimi është? Është mashtrimi i madh ai që thua ti. 250 milion euro Qumës Qaflloç, mbas 2 muaj që e ke inauguruar të ka rënë tokë me 2 pika shiu. Rruga Korçersek e ke bërë 12 milion euro kilometri, të ka rënë tokë me 2 pika shiu. Mbas 2 muajve. Një opozicion që numëroi pikat e shiut tie. Si e mbron, prandaj është Belinda Balluku atje. Tunelin e Llogarasi morët 50 milion euro ja dha shokëve tuaj që t'ju thon sa të bukur jeni ju turqisht. Për këtë punë ja dha 50 milion euro popullit më të varfër të Europës. Atë vazhdon ndjenja penale, kush i ka bërë. Po pse firmosi Edi Rama? Pse stu që s'është Edi Rama atje? Pse stu që s'është Edi Rama atje? Apo ke frikë se u sakaton? Vazhdon ç'është penale. Keni frikë se u sakaton pra? Vazhdon ç'është penale. Po thuaj Edi Rama. Sakatoi zotin Koçi ç'është penale. Samir thu për Belinda Ballukun ti është atje thua. Po kjo është. Apo keni frikë se u sakaton? Se funksionoi kërcënimi, dhe heshtën gjithë atje, dhe mbyllën gojën, pa turp, çfarë deputetësh jeni? Se s'katon mua Edi Rama fare se Urdhro? Spiropali se ka mbyllur. Spiropali, po, e vërtetë është se ka mbyllur. E vërtetë është, do shikoj, ta del me në media dot? Zotin Doga kishte një replik me zotin Koçi, po debati mori tjetër rrjedh. Iku aktualiteti e saj, po. Mirë që sundët. Do vjoni debatin apo duhet kalojmë hapësirë publicitare? Si dush, po. Vazhdo me faktualitetin. Okej, do kalojmë hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe rikthehemi në studio.